Me cilën strategji djalli i mallkuar ma shumë punon me neve si shqiptar? A me dyshimet apo me ato që quhen epshit dhe pasione? Duhet ma pak debate e ma shumë shpirtnore. Fakti që të na leximi nuk është shumë i avancuar, po është një tjetër e vërtet se njerëzit këtë punën e islamit e kanë të kryer tani, alhamdulillah. Periudhë referente për islamin që duhet ta kemi ne mirë periudha komuniste. Kur kemi qenë të ngul foto s'kan guxuar me gjinu, s'kan guxuar me shku në xhami. Patjetër, e tash distancimi nga feja ka qenë modeli jetës që e kanë promovuar. Po normal, e tash çaj periudhë mirët pikë referente. Ka ndryshuar. Po normal që ka ndryshuar valla, ose si në komunisëm, kështu që ka ndryshuar. Qartë caktuara, po e gogolizojnë fjalën dallim, apo duhet të jenë mirënjohës se dallimin i cili do të jetë problematik e kanë luftuar dhe e kanë ruajtur diskursin e një dallimi që është në favor të avancimit, duke ju përshtatur rrethonave edhe pasuron vëllëishmërinë e ofertës islame. Kanë folio mirë për Shamin. Edhe jam përgjigj kësaj pyetje. Kush e solli Shamin? Thash, ata që e kanë sill lirin, ata kanë sill Shamin. Kur bie fjala për problem me kombin e fen, për me cilën fe ki problem ti? Domthon Islami. Se asnjëherë nuk është problem, për shembull, ti je katolik edhe ti je shqiptar. Kjo kurse kontestuar. Për shembull, asnjëherë nuk është kontestuar për shembull që ti je protestant, ortodoks, edhe ti je kombëtar. Asnjëherë. Po kontestuar ti je edhe ateist, nëse edhe ateist mund të jesh. Ateizmi është një lloj feje. Edhe këtu, mund të jesh ateist edhe ti je kombëtar. Po veç nuk po më me kon musliman dhe kombëtar. Jetojmë në një kohë kur ne e dimi se problemet apo çytjet e shejtanit kryesisht fokusohen në ato që quhen pasione, epshet dhe në çështjet e dyshimeve. Sipas juve, me cilën strategji djalli i mallkuar ma shumë punon me neve si shqiptar? A me dyshimet apo me ato që quhen epshet dhe pasione? Po është e vërtetë që dietar kur i kanë nda kriza që kaplojnë njerëzit, i kanë nda kryesisht në këto dy sektore, sektorin e dilemave dhe sektorin e epsheve. Domethënë nën to pastaj ka tjera shumë kriza tjera. Këto dyja edhe me nëspe janë të ndara, po dhe bashkëveprojnë, se e thirrin njëra tjetrën. E thirrin, ja hapin rrugën njëra tjetrës. Po kanë alancë, por mund të jetë njëra më dominante që në diagnostifikim të gjendjes të mëson ty çfarë tipi të ligjërimit ta përdorësh ndaj kësaj kategorie të njerëzve. Andaj mendoj që në studimin që mund t'ja bëjmë shoqërisë tonë, por nga përvoja ime e vogël modeste me njerëzit edhe sa ka mujt me pa, edhe nga deklarimet e njerëzve, ne shohim që tek njerëzit shqiptarët tek ne dominon më tepër ana e epshit, jo ana e mëdysheve. Do njerëz nuk kanë dyshim a duhet me qenë musliman. Po nuk kanë fuqi me qenë musliman. Për shkak se këtë fuqi u ka shpenzuar realisht epshit caktuar dunjaj, po ka shtirë mundësinë, po kapacitetin për të manifestuar zot besimin, po patjetër. Andaj dua të them që në këtë rast dietarët kanë përmendur se duhet më pak debate e më shumë shpirtnore. Nga se aspektin e lënduar nga ana e epshit duhet me e kuru me njohjet Allahut, me përmirësim të zemrës, me pasim të shpirtit, nga se këtë pjesë e lëndon shumë epshi. Ndërsa pjesën racionale të njerëzit e dëmtojmë me dyshet. Dilemat, a është kjo e vërtet, pse ndodh kjo, ku është argumenti. Këtu duhet më tepër çështje racionale, të argumentuar, ndoshta diskutime, edhe pse edhe për këtë kemi nevojë shumë. Mirë po, mendoj që si ligjërim tek ne një nuancë dominante, po them kushtimisht, e një ligjërimi shpirtnor që quhet në shkencë amal kulub, adhurimet e zemrës, veprat e zemrës do të jetë pak më dominante, për shkak se mendoj që këtu njerëzit më tepër rënkujnë ose në pjesën që ka të bëjë me aspektin e brendshëm e timanit e ka të fortë, ma le ti përballon këto. Po patjetër. Edhe pse normal epshi kanë gjallë dilema. Por jo që t'jenë ato faktori kryesor i mungesës fetarisë.
Më shumë njerëz kur rrin tiki përvoj me njerëz, kur rrin për shembull dai diku që s'falet atë. Që s'falet. Unë ende me thonë, do shta me kum taku me mira njerëz, takime dhëllëshme sa kemi pas, nuk di, do shta pak kanë qenë ata që e mohojnë namazin. Thot, namazi s'ka hajrë për ti, ja, 95, 8, 7, sa dush % njerëz, vallaj, mirën më falë, po nuk kam pos, po kam mundësi, jo puna, jo që, është që donë, është i lënduar aspekti shpirtënori ti, s'ka fuqi me e përballu këtë frikë të imponuar nga shejtani. E frika është odorim i zemrës, apo, edhe është problem i zemrës, normal. Tash ose ka frikën te Allahut që e dominon frikën e shejtanit, ose mungesa e frikën te Allahut xhallahu ala e dominon frikën që e ka imponuar shejtani. Flasim është frikë proaktive, jo frikë që e largon që të mbyllet, po e motivon, e nxit që ai të frikë fillon me punë dhe të angazhohet për me unë e quaj frikë e vetëdijsimit. Jo frikë e zhgënjimit. Muslimani nuk lejohet më me qenë zhgënjim. Për shembull, shiko çështja e vdekjes për shembull. Shumë kur e mendojnë vdekjen friksohen. Po ajo frikë nuk prodhon efekt. Ajo frikë i zhgënjen, i mërzit. Jo. Ne kërkojmë vdekjen ta kujtojmë shpesh, por kujtim që na vetëdijson për rolin, na vetëdijson për detyrat, për obligimet që të tutje. Sikur që tha Enes ibn Nadr në betejën e Uhudit, kur u probleme se ka vdek pejgamberi sa, kjo vdekja atashme e madhe, një nga fatkeqësitë më të mëdha që ka kaplu besimtarët vdekja pejgamberit sa. Po, edhe këtë vdekje kaq të rënd, këtë sprov kaq të madhe, nuk leje Enes ibn Nadr të përjetohet si panik edhe si zhgënjim. Po çka u tha bashkëluftëtarët që ishin ulur të raskapitur dhe të gjynzuar nga lajmi që kanë marrë se ka vdek pejgamberi sa. Tha nësa i ka vdek, ngretuni dhe vdesni si vdeqaj, do më ballhapur edhe në sulm, jo të zbrapsur. Do le të prodhon vdekja efekt në sulmit, në kuptim të betejëve të jetës, në kuptim të angazhimit dinamikës, në këtë aspekt. Andaj edhe këtu, medito për vdekjen, por jo që të mërzitesh, të mbyllësh, po ballafaqo pra. Se apse që s'ka ku, jeta po shkon, s'ki ku del edhe, sikur si një nxans, për shembull, i cili është në provim. E ti thuash i ki gjysora. Ai tash më lën lapsën, edhe gjysora, ç'a më bëj? Do më vazhdo. Po gjysora do të gjyset moja, do të më motivoj që me vazhdo tutje. Jo më lën lapsën dhe më dal për jashtë, thosh s'kam çfarë bëj, se nga se në këtë situatë shkoj, nuk e shfrytëzon mundësinë që e ke para vetes. Prandaj gjitha këto koncepte islami na mëson që të ndikojnë në kultivimin e vetdijes së besimtarit për jetën e tij. Andaj në ndarjen e krizave që njerëzit i kaplojnë, mendoj që tek ne ka problema tepër aspekti material, ebsharak, i pamundësisë me e menaxhu situatën me dunjon, sesa i pamundësisë me menaxhu situatën me dilemat që mund vinë nga ndoshta librat filozofike ose nga qasjet e ideologjive të ndryshme. S'kan kohë me me lexu, me debatu. Është vërtet edhe kjo, është vërtet kjo që ndoshta fakti që të na leximi nuk është shumë i avancuar, po është një tjetër vërtet, se njerëzit këtë punën e islamit e kanë të kryme të na, alhamdulillah. Nuk më qenë kështu shumë sigurt, do të më punun këtë aspekt, por të shohim që popullin ka kaluar në faza shumë më të frikshme, më të rrezikshme për konvertim dhe të tërsim dhe kanë mbetë stoik, apo kur ka pas shumë më pak hoxhallar, shumë më pak kuadro, shumë më pak mundësi të komunikimit dhe prap kanë qenë njerëz stabil. Madje ka pas shumë më tepër imponim edhe me vdekje, edhe me vrasje, edhe me internim, edhe me burgim, edhe se kanë rrufen. Le më tash do situata kur tash më është situata kë më ndryshe. Për mendoj që shqiptarët orientimin e tyre fetar e kanë përcaktuar më ti. Edhe kjo mendoj që do të jetë është një prej vlerave që ka ky popull. Dhe mendoj që kjo do të jetë e përjetshme për popullin tonë. Mendoj kështu, në vazhdim me punu, ne duhet të angazhohemi, jo të dorëzohemi edhe timi neglizhent. Po mendoj që popullin këtë zonën e komfortit absolutisht. Mendoj që popullin këtë e kanë konvertime individuale mund të ketë normale, edhe do sigurisht edhe kush po konvertohet, apo kjo është më rëndësishme e kuptues, a ka qenë ai musliman as ka qenë, kush ka qenë, kjo është më rëndësishme e kuptues. Po sidoqoftë, këto konvertime sot që publikohen si shumë pompoze, shumë ku e dinë të fuqishme, dinamike, para mbesin individ dhe mbetin të kufizuara. Konvertimet të na nuk janë dukuri, janë raste ende s'ka me kon dukuri. Si dukuri mbetet Islami. Ose ndër shpesh herë tek mediumet tonë dëgjojmë
Islami para qëllimit të Kosovës edhe Islami pas qëllimit të Kosovës. Sipas juve, a ka ndonjë dallim mes Islamit para se të çlirohet Kosova dhe pasi që është çliruar, apo janë vetëm disa deklarime të pamatura të cilat synojnë që njerëzit ndoshta t'i distancojnë nga hoxhallar të cilët në mënyrë të përpikt edhe në mënyrë domethënë të balancuar mundohen që ta përçojnë mesazhin e thirrjes islame. Mendoj që ka dallim dhe nuk do të ishte normale mos me pas dallim. Për shkak se kanë ndryshuar rrethanat, hapësira, liria, shumë tjera. Mirë po, a është çdo dallim friksues apo përgëzues? To pyetja. Sikur se fjala ndryshim. Se të ne paraqesin sikur diçka friksuese, diçka që nuk ka lidhje me islamin tradicional. A do ta bim këtu për debatin. Do mos krijo gogol me fjalën dallim. Po hajde ta çmontojmë këtë dallim dhe ta diskutojmë. Sikur se për shembull fjala ndryshim. Filoni ka ndryshuar. Apo kupton? Po nëse mirë pse ka ndryshuar për shembull. Zakonisht njerëzit flasin, filan hoxha ka ndryshuar. Po në mirë. Po nëse ka ndryshuar për të mirë, se ndryshimi është tregues i pjekurisë, i avancimit, nuk ka gjithmonë negativ. Andaj është problematike kur na e marrim një kuptim, një shprehje dhe themi e kontekstualizojmë vetëm në kohë të caktuar. Veç për të keq ose veç për të mirë. Ne adim dietar na ka mësuar që shprehjet që përmbajnë më shumë se një kuptim, qasja e besimtarit ka shëtyne qartë, është sharimi. Nëse sharimi anan ka mira, e pranojmë. Sharimi shkon ka e keqe, e refuzojmë. Nuk kemi ne para prakisht, domon qëndrim të caktuar ka shi termët e këtill. Kjo është e para. E dyta është dallimi për shembull që ekziston. Dallimi që ekziston. Në raport me cilën periudhë është. Se fatkeqësia është kur periudhë referente për islamin që duhet ta kemi ne mirë periudha komuniste. Kur kemi qenë ngul foto s'kan guxuar me gjinu, apo s'kan guxuar me shku në xhami. Është promovu. Patjetër. E tash distancimi nga feja ka qenë modeli i jetës që e kanë promovuar. Po normal, e tash çaj periudhë mirët pikë referente. Ka ndryshuar. Po normal që ka ndryshuar valla, ose si në komunisëm, shoqë që ka ndryshuar. Apo ti tash, për shembull se një vajzë mbulohet, tash ky islami para luftës kena pas mbulesë. Po s'ke mujt me pas më rëllon. Se ku ke pas me pas më Ramazani ka 3 ditë, se di ku e kanë gjetë këtë. Po jo, para domethënë luftës ka qenë Ramazani vetëm 3 ditë. Erdhën këto xhallar të ri, se ti e ke dëgjuar atë deklaratë. Kemi dëgjuar lloj deklarata po janë çesharake. Për shembull, sot Jonado hoxha me mjekra. Nuk duhet t'i jepet hapësiras mediale. Po jo, mendoj që shko pra thot me mjekra. Po mirë, hoxha para komunizmit çka kanë qenë? Shumë se kanë pas mjekra. Do them që nuk është mjekra identifikim i një dallimi shqetësues dhe problematik. Nuk ka çashtu apo. So xhallar kanë pas mjekra. Do them 50 vetar zakonisht kanë mjekra. Tek shumica e feve apo. Andaj ajo që duhet ta kuptojmë është se nuk duhet të përdorim shprehje të caktuara apo që ti ushqejmë ato shprehje me doza të friksimit dhe ti hudhim mas për të friksuar masën. Se kjo nuk është njerëzore, as nuk është e duhur. Kjo është e para. E dyta që duhet ta përmeni dhe mendoj se është e duhur ta përmeni, po flas për Kosovë, me një ambientin komitu aty dhe çdo kush flet për vendin e tij. A ka pas tendenca që diskursi fetar në raport me të kaluarën me ndryshu në Kosovë rrënjësisht në favor të ideologjive shkatërruese, në favor të ideologjive devijante, ka pas tendenca. Ka pas tendenca. Mirë po, këto duhet timi filmisht për nërusë Allahot, normal, pastaj edhe institucionet e Bashkisë Islame, sa ka qenë e organizuar, e strukturuar, ka pranuar në gjirën soj hoxhallar, apo të cilët pastaj kanë promovuar një islam të pranuar dhe të realisht të koordinuar me vlerat e islamit të kohrave të hershme burimor, që nga koha kur ai islami tek ne e deri tek koha e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dallimet, mendimet e caktuara kanë ekzistuar edhe përpara. Nuk mund të dëshmon askush se hoxhallarët para 100 vite kanë qenë unik këtë mendimet e tyre.
Ata kanë pas mos pajtime. Dhe kjo është normale, por diskursi i përgjithshëm ka qenë i orientuar drejt një fryme të caktuar. Idejat kryesore, mesazhet kryesore të Islamit janë kanë të njëjta. Do të ka divergjenca në disa mesele, çështje që kanë ekzistuar, por porosia kryesore se të gjithë duhet ta besojmë një Zot, të gjithë duhet ta ndjekim pejgamberin sa. Për tek kësaj, hoxhë, për tek kësaj. Për shembull, te na ka pas tendenca që të përhapet një frymë që pastaj në fazat e saj të avancuara, për shembull, demonizon sahabët. Të ketë për sahabët. Dhe ky që nga qenë i fuqishëm, i zëgjë, kjo është vije kuqe që zbën më prej këta. Dhe sot i përmovon sahabët, flet për Abu Bekrin, flet për Omerin, në gjitha folturat edhe mimberet e Kosovës, dhe ku të qoftë. Unë që kjo është e dur. Pastaj për shembull, pastaj çështja e një fryme që e dominon gjykimin për mosbesim ndaj tjetrit. Tekfiri ose tebdije. Për shembull, fryma që e dominon qasjen kashitjetit për ta nxjerrë nga udha e dur. Për shembull, kjo bidaçi. Për ta shpallur si risimtar. Po, si risimtar. Edhe tendenca ka pas. Po tendenca ka shku në të kurrje sipër. Dhe sot mund të ketë individ caktuar, por ata janë të strukur në çështje të caktuara, nuk kanë prezencë në diskursin e përgjithshëm publik të ligjërimit fetar tek ne. Prandaj a ka pas tendencë për dallime? Po. Mirë, po që ata xhallar apo që realisht çështje të caktuara po e gogolizojnë fjalën dallim, apo duhet të jenë mirënjohës se dallimin i cili do të jetë problematik e kanë luftu dhe e kanë ruajtur diskursin e një dallimi që është në favor të avancimit, duke ju përshtatë rrethanave edhe pasuron llojshmërinë e ofertës Islamit. Edhe këtë po edhe tjetra po domthon që domthon realisht e shfrytëzon hapësirën për të avancuar fetarin. Unë pa të pas një hutbë kush në asulli Shamin në Kosovë. Se ka pas debate, kush asulli Shamin, kush e bën Shamin. Pas luftës se. Ka pas edhe fatkeqësisht nga disa diplomatë tuaj nga njëre fjalë jo të hishme, jo të menduara mirë me ne që kanë folë jo mirë për Shamin. Edhe jam përgjigj kësaj pyetje. Kush e asulli Shamin? Thash, ata që e kanë sill lirin, ata kanë sill Shamin. Kush e ka sill? Lufta e ka sill. E ka sill një nga unë mendoj që në Kosovë, një nga faktorët që e kanë sill Shamin janë ndërkombëtarët. Ata e Kosovës që e kanë ndihmuar Kosovës të qerohet. Dhe tash njerëzit kanë pas mundësi lehtë mendojnë për ta zbatuar edhe një obligim të tërfetar. Ne nuk duhet shikuar Shamin në kuptimin e praktikës. Po ta shikojmë në kuptimin e teorisë. Për shembull, çfarë kanë thënë hoxhallarët për Shamin gjatë gjithë kohës? Gjithë kanë pas obligim. Don po s'ka pas hapësirë për ta jetësuar. E kush e ka kriju këtë hapësirë të jetësimit? Faktorë ndryshëm. Dhe gjithë ata e kanë sjellë Shamin. Gjithë ata i kanë sjellë xhamit. Se ata që ne i kanë prish xhamit kanë shku. Dhe ata që i kanë dëbu ata kanë hapë mundësi për ndërtim xhamisë. Kush ne duhet të jemi mirënjohës për lirinë që e gëzojmë, e s'la rajt ka hapë tash mundësi që të ndërtohet xhamia, të promohet Shamia dhe kjo, sikur që liria ka mundësuar të promovojnë edhe tjera dukuri. Për neve të shëmtuara, negative të këqija, po këtë ka liria, këtë ka pluralizmi, këtë ka domethënë mendimi i lloj-llojshëm, apo në kodër saj qysh ka psu shoqëria dallim në shumë fusha, edhe në kuptim fetar ka psu. Por mendoj që në kodër të dallimit të madh që ka psu shoqëria kosovare, apo konsideroj që ndoshta dallimin më të menaxhuar dhe më strukturuar dhe më të organizuar do bëshën për shoqërinë e ka orientuar në drejtim të dur, e ka udhëheq elita fetare e muslimanëve në Kosovë. Çajo është një fakt se e thatë mirë se kur flasim për dallime duhet me e zbërthi fjalën dallim. Çka kemi për qëllim për dallim edhe pastaj analizon ato çështjet janë thelbësore apo janë çështje dytësore dhe kështu me radhë. Hoxhë nderuar, shpesh e dëgjojmë të në shqiptarët një lloj ngatresë ekziston mes identitetit kombëtar edhe identitetit fetar. Madje është bërë si një pyetje testi apo provimi, a je fillimisht shqiptar apo je fillimisht musliman? Nëse thu fillimisht jam musliman, atëherë ti nuk e mohon se je shqiptar dhe kështu me radhë. A mendoni se cili është shkaku kryesor, cili mundemi ta cektojmë se a është kjo mos njohja e termit identitet,
dhe mos njohjen se nuk ka lidhje identiteti fetar me atë që është kombëtar dhe kështu me radhë. Në raste të këtilla, unë e përdor një rast që nuk ka lidhje direkte me këtë temë, por në shërben shumë në zbërthimin e kësaj teme. E din shumë mirë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu është vëra, është domthon kry një atentat bete namaz sabat. Pyetja e parë që ka bë Omeri mas plagës marre, kur është fill ka thonë, kush e bëri? I kanë thonë Ebu Lul el-Mejusi, kanë e Mejusia që ka persiani, kanë elhamdulillah që s'kon musliman. Shpesh e bëj këtë pyetje, subhanallah, kush penzit këtë temë, kush për e bën këtë temë, so shumë dhe me thonë se ka do me qu ujnë e kësoj temë, apo. Na shumë për shamo që këtë problematik asë njëherë nuk e kanë zit njerëzit dashamirës të venit tonë. Për shambull, mere për shambull gjatë historisë tonë shqiptare, prej kur ka fillu shoqërimin feja me kombin, figurat e mëdha fetare, figurat e mëdha kombëtare, kanë qenë gjithmonë dhe më thonë në frymën e diskursit pozitiv në shërbim të çështjeve dhe kauzave të popullit. Gjithmonë ka qenë kështu. Për një herë, mas gjithë bashkëudhime dhe bashkëjetese, në periudhë caktuar kohore, apo del në shesh një dilemë që nëse kemi ditë këtë dilemë. Historikisht, kur ka dojë këtë dilemë? Kur ka dojë këtë dilemë? Në kohën e komunizmit. E ka prodhu makineria e cila e ka luftu edhe identitetin kombëtar edhe atë fetar. Dhe për me irnu të dytë, apo e ka preferu që me i fut luft. Do nëso harën energji, lufta fejnë njerë, ta lufta kombin, hati futëm dyjet në konflikt, ato vetë me zveti. E pastaj dyjet me zveti luftojnë edhe këna jemi pastaj rahat. Dhe kjo është menaj shumë e shëmtuar dhe shumë e dhimshme që të gëlltitet si karem, apo fatkeqësisht duke menduar se ne po e mbrojmë kombin momentin kur ne e hiezojmë fen, apo ne po e mbrojmë fen kur e shkelim kombin. Absolutisht, nuk duhet asnjëra me shkel tjetër, për shkak se ka hapësirë të mjaftueshme për të dyjat. Ka hapësirë të mjaftueshme për të dyjat. Ai feja, ai lejon fe kombit. Nuk ka ndeshje, nuk ka konflikti mes tyre dy. Na bëjmë këtë pyetje. Feja, ai lejon hapësirë kombit. Për shembull, hoxhë nderuar, 5 rregullat e mëdha islame, el-qawaid el-kubra, që thonë dietar. Një prej 5 cila është el-ada muhakkama thonë. Tradita e ka vend në vet. Tradita dominuese, diçka që është. Po ajo që ajo mirët parasysh. Në shariatin nuk intervenon te aftë. Për rregullat më në islam që kanë. Për treguar se Islami nuk ka ardhur me e tjetërsu deri në palc njeriu. Jo me ka ardhur me harujt çka ka të mirë, ndërsa ato që nuk mundet me atë që e ka me arrit me adhon. Me komb nuk mush me gjetë Zotin. Nuk mundesh me gjetë Zotin. Përmes kombit nuk mush me gjetë ahiretin, nuk mush me gjetë, se kombi s'është për këtë. Kombi ka një hapësirë tjetër, një përkatësi tjetër, e kështu me radhë. Prandaj futja në konflikt, apo nuk është kjo përpjekja e parë, apo për të manipuluar me njerëzit. Përpjekja që ka pasur më herët, duke tentuar edhe koncepte tjera që t'i futin konflikt për manipulim. Shiko për shembull, edhe ne në Islam kemi një përvojë të hidhur me këtë konflikt. Jo vetëm të konfliktit mes fesë dhe kombit, po edhe të fushave tjera. Për shembull, një nga fraksionet e mëdha që na ka dëmtuar historikisht shumë, apo është një fraksion që nuk ka mujt me e kuptu se mundesh me i dasht edhe familjen e pejgamberit, edhe sahabët. Ja, e thosman. Ose ki me dasht Fatimën, ose ki me dasht Ebu Bekrin. Po ti s'mush me dasht edhe Aliun, muna mërë me dasht, ta dëshmoj, qysh muna me dasht. Andaj kanë fut në konflikt, dy palë që realisht kur në konflikt s'kanë qenë. Do në prodhohet një konflikt inexistent për të prodhuar një efekt caktuar që arsyeton pastaj çështje të tjera politike. Por ju asnjëherë të argumentuara fetare. Asnjëherë të argumentuara fetare. Ma shiko, në komplet një deg është ndan nga Islami, ka kriju komplet një strukturë të vetë ideologjike, apo në emër të një konflikti iluzionar që fare nuk ekziston apo. Pastaj për shembull shko për tutje edhe kështu. Kanë kriju konflikt mes dunjas edhe ahiretit apo. Tash smush me kon edhe muslimani devotshëm,
edhe në dynja. S'munësh. Një ndush me lonë. Nuk Gjuhë dush një. me ndjek ato zbulime të reja, dush Kush me... ka thonë valla? Pse po i futin konflikt kur asnjëri asnjë konflikt? Këtu realisht janë raport miqësor me të. Pse po i armiqsoni? E njëjtën përvojë ka edhe kombi me fen. Bana kësi përvoja na kena të shumë tani historia apo. Ku i kemi pa gjurmët e këtij konflikti. Edhe në kuptimin e fraksionit, edhe në kuptimin e konceptit dunjahet, edhe në kuptimin e kombit fe e kështu me radhë. Prandaj na kemi pas domethën heraje, kemi pas rilindas, kemi pas domethën kontribuantës të shumt që rresht e ka marrë fen edhe ka qenë kombëtar dhe ka qenë patriot i madh apo. Edhe në fundit na kemi historia e re e Kosovës apo e cila fillon me kjo pjesa e fundit e historisë, është e hershme, po kjo pjesa e fundit e lirisë tonë, apo që ndërtohet në sakrificën e jasharajve për shembull, e shohim që një simbol kaq i fuqishëm kombëtar me prezencë të hatashme të madhe në diskursin kombëtar, e shohim që realisht ka qenë edhe fetar. Ka qenë fetar. Baba i tij Shabani, pastaj tjerë këtu më radh, edhe kur janë sulmuar kanë qenë Ramazan, e kanë qenë Syfër, e kanë qenë, domthon, gjitha këto po, domthon Adem Jashari se ka pas problem. Ka pas Shami në kokë. Po, domthon Adem Jashari se ka pas problem, apo që me i kontribu çështjes kombëtare me petkun fetar. S'ka pas mundësi. Me thonë që duhet me desh këta me vesh këto. I ka pas veshun. Edhe ka istutje. Andaj mendoj që këto janë konflikte inekzistente, keqadashëse, që realisht datojnë nga periudat të errta të historisë tonë e para, dhe e dyta që është më rëndësishme kuptu janë shumë dëmshme të dëmshme po gjithsesi, po edhe janë disi më thonë të habitshme. Për shembull, kur bie fjala për problem me kombin e fen, me cilën fe ki problem ti? Domthon Islami. Se asnjëherë nuk është problem, për shembull, ti je katolik edhe ti je shqiptar. Kjo kur s'u kontestuar. Për shembull, asnjëherë nuk është kontestuar për shembull që ti je protestant, ortodoks, edhe ti je kombëtar. Asnjëherë. Po kontestuar ti je edhe ateist, nëse e thonë se ateist mund të jesh. Ateizmi është një lloj feje. Edhe këtu. Mund të jesh ateist edhe ti je kombëtar. Po veç nuk po mëshë me kon musliman dhe kombëtar. Domthon tash ti këtu pas keni problem me muslimant dhe me islamin, jo me mundësinë e bashkëveprimit dhe bashkëtesës mes dy koncepteve. Andaj këtu tregojmë për domthon dobësinë e dilemës pa qëndrueshmërinë e saj edhe në kontekstin gjeografik, edhe historik, edhe praktik, edhe fushave të shumta të jetës. Vetë nocioni komb apo identitet kombëtar nuk është diçka që është e ngurtë. Diçka që është formuar edhe çashtu ka mbet. Jo. Normal. Ka zhvillime, ka dallime, ka domethënë ndikime të ndryshme nga perandoritë të ndryshme. Kretë ato kanë tash kemi ardhur të një identitet kombëtar shqiptar, i cili elhamdullah është dominues nga aspekti fetar musliman, edhe kjo është një prej vlera që ka ky komb, që me shumicë ka pranuar Islamin edhe ka kuptuar se ku është e vërteta. Prandaj kjo duhet me na bë krenar, jo me kriju një ndasi. Ama Islami historikisht shqiptari ka bë favor. Ja ka rrit gjuhën, unitetin, u ka dhënë shpirtin e rezistencës, me luftuar, me qëndruar në varfëni, e kështu me radhë. Aty i kemi bashkë Islamit. Kjo e para. Dhe e dyta që duhet me përmend është se edhe kombi çka është strukturë sociale. Tek e fundit, është një strukturohet. Është gjatë periudhës së strukturë se ka pas kombi gjithë këtë formë. Në shqiptar si na kon gjithë çështo shqiptar. Që na kaluan faza saktuar apo. Faza saktuar. Do edhe kombi nuk është një strukturë e ngurtë apo që nuk pranon kur fat negociime as kur fat ndryshimi. Është e pamundshme. Në çastin kombëtare edhe strukturën kombëtare e kanë ndryshuar edhe në raport me para lufte mas lufte. E lemo në periudhë të tjera. Këto ndryshimet globalizimi, këto aludojnë se tash është u formu një identitet i qytetarit të botës. Absolutisht. Do të thonë, ati mo kombet e humbin atë ndikimin që e kanë pas më herët, edhe mbetet që njeriu të përshtatet me këto ndikime që i ka globalizimi në jetën e tyre. Fatkeqësia është kur glorifikimi i kombit e pron nacionalizmin.
i cili rresht pastaj japton me nuancat e ekstremizmit e lufton tjetrin apo. Na jena viktima të këtij nacionalizmi. Të një popull i cili rresht këtë identitetin kombëtar dhe fetar e ka shkinë një e ka bë. Dhe e ka bë që ky tregon nëse ki që të fi, Kombi qiellor. Po. Kësi kombesh me prirje dominante dhe e përzitjen e tjerëve kanë prodhuar gjithmonë efekte negative në shoqëri. A mund të themi Hoxhi nderuar se ndoshta kjo është rezultati i rrethit që e kemi, se tek popujt ortodoks është kisha është kombëtare, është etnike, e lidhin shumë me kombin. Madje edhe nëse ti e braktis kishën ortodokse për shembull, ti nuk mundesh me qenë serb. E ke ndryshuar, domethënë komplet, totalisht ndikimin tënd edhe këtë koncept në mënyrë të gabuar disi e kina marrë edhe po mundohemi me i marrë gjërat edhe në islam. Në islam, tek ata, feja është diçka që është nocion mbi kombin, mbi etnin, do është diçka që është universale, që nuk ka të bëjë me disa tipare apo veçori kombëtare. Se me zgjedh kombin e nuk kemi zgjedh, jemi lind shqiptar. Po fen edhe bindjet kemi mundësi të zgjedhim. Është vërtet, po për shembull, nëse na shkojnë kanë me këtë mentalitetin e homogenizimit mes kombit dhe fesë, na prishëm atë tolerancën që kemi të kultivuar me shekuj dhe atë anën e ndryshme që livdojmë me tjertë. Apo, se duhet dikush më shkrin dikon. Dikush duhet më shkrin dikon. Dhe muslimanët kur se kanë kërkuar të kërshirje. E pse fatkeqësisht nga palët e tjera ka pas kërkesa për shkrirje. Të kthehemi në fenë të parë, të bëjmë kështu, apo kanë kurzuar që të homogenizohet kombi në fe të caktuar, duke njohuar fenë e shumicës. Në kësi padrejtësish dhe qasësh të dhunshme, apo për të tërësim, nuk kanë bërë nga muslimanët kur. Absolutisht. Dhe muslimanët e kanë dëshmuar praktikisht, realisht, tolerancën e bashkëjetesës brenda një strukture kombëtare me nuanca të dalluara fetare. Dhe këtu realisht shpërfaqet edhe ajo ana fleksibile e islamit, apo që një muslimani ja lejon hapësirë e mjaftueshme të shpërfaqjes së identitetit kombëtar pa dëmtuar atë fetar. Që këtë hapësirë s'ka mujt ndoshta me garantu edhe fetë të tjera i tharit të vet. S'ka mujt. Andaj ka imponu homogenizim brenda një strukture që në fund tek mundet tjeshti edhe fetare kombëtare në frymën e caktuar. Tek ata nëse ndron fen, për shembull nëse e pranon fetë ortodokse, kishte automatikisht për shembull jugu i Shqipërisë distancon edhe nga kombi, fillojnë flasin greqisht me emra grek. Do të thonë se tek ata është kjo tendencë, ndërsa në islam nuk është kjo. Islami kretë ato vlerat pozitive që i ka pas kombi, i ka kultivuar, i ka mbrojtur, edhe ju ka hapur. Shumë nga të edhin kam përmend mos titesh me emra, kam përmend se na domethënë kena mujt me ndru fenë si shqiptar, mos më ako musliman. Po dhe shqiptarët shumë të mëdha. Po, çfarë? Adhen domthon Islami e ka rujt, është e vërtetë se e ka rujt edhe konstruktin kombëtar dhe pa e cenuar atë, pa e luftuar atë. Ndëgja, praktiket e caktuara të izoluara, të individët caktuar nuk duhet marrë si mosër. Ka në çdo vend ka të tillë, por ne duhet marrë frymën e përgjithshme. Hoxhallarët e treve tona, cilës frymi kanë kontribuar? Asaj të bashkëjetesës, asaj të një diskursi që pranon brenda vetes tij, edhe strukturën fetare dhe strukturën kombëtare, identitetin fetare kombëtar, pa dallime. Unë po flas kuptim praktika, pse këtu ka hapësirë të madhe për studiust edhe të historisë, edhe sociologjisë, edhe të fushave tjera që ta dëshmojnë këtë që po flasin për të. Po unë po flasin nga aspekti i një hoxhe që me disa njohuri që realisht i kemi për fenë tonë të dëshmojmë edhe në kuptimin teorik, edhe në praktik se Islami gjithmonë i ka hapësirë të mjaftueshme jo vetëm shqiptarëve. Edhe turqëve u kap këtë hapësirë, edhe popujve tjerë. Shiko, domthon, ka musliman shumë vende të botës, po që flasin gjuhën e tyre, kanë kulturën e tyre, kanë traditën e tyre. Në asnjë nivel Islami nuk ka tetërsuar traditën në favor të ndonjë tradite tjetër. Gjithmonë ka qenë kështu. Prandaj kjo është mjaftueshëm argument për treguar se ne si musliman jemi shumë komod këtë aspekt. Tendencat dashakeqe për të futur në konflikt thash, koncepte që janë konflikt mes vete, ne duhet të refuzuar, duhet të njohuar dhe duhet sqaruar atëherë kur ndoshta ka për masat e manipulimit të masat e njerëzve. Po gjendruar edhe dy pyetje kemi edhe mbarojmë. Shka sipas juve
është faktori kryesor që njerëzit, në veçantë shqiptarë, se ne flasim gjithë në fillimisht për shqiptarë, të keq informohen për Islamin. A mendoni se ka shumë faktor që ndikojnë që njerëzit në vend se me marrat informatën e sakt për Islamin, marrin informata të gabuara, apo marrin gjysmë të vërteta, apo të vërteta të shtrembëruara dhe kështu me radhë. Kur bie fjala te informimi fetar, mendoj që të ne shqiptarët më tepër ka mungesë të informimit se të keq informimit. Ekziston edhe keq informimi, por më tepër ka mungesë të informimit. E mungesa e informimit është për faktin se domethënë nuk i është dhënë ligjërimit fetar hapësirë e mjaftueshme për depërtuar tek masa e njerëzve, që ata përzgjedhin pastaj qëndrimin karshi këtij ligjërimi, e pranojnë apo refuzojnë. Për shembull, nëse shikojmë mediumet tona, sa japet hapësirë, fare si japet hapësirë. Nëse shikojmë në shkollat tona, në Kosovë ende nuk kemi lanë mësim besimit, për shembull. E shumë foltore, e shumë, domethënë, çështje tjera, platforma tjera në raport me komunitetin që realisht fes nuk i është në hapësira e duhur dhe edhe e merituar. Prandaj unë mendoj që ne rënkojmë më tepër nga mungesa e hapësirës për të informuar masën për fenë që ata i përkasin dhe janë deklaruar se është feja tyne. Nuk ka hapësirë mjaftueshme. Kjo është e para. E dyta, kur bie të keq informimi, ka keq informim. Po ky keq informim nuk e ka prek veç fenë. Ka prek këtë fushë të jetës. Ne kemi pa edhe për shembull sensacionale, edhe presidenti i Amerikës për shembull anku për fake news apo se edhe ka qenë viktimë e fake news, e vërtetë me kohën. Po anku. Andaj edhe po ne mendoj që nga këto fake news ata këtë të hiq apo. Këtë të hiq. Edhe feja normal, për shkak se kemi një hapje të madhe të njerëzve karshi platforma të shkruara për informim. Ki rrjetet sociale, ki internetin, ki YouTube-in, përsa njerëzit kanë qasën gjitha këto, keq informimi të jetë gjithmonë opcional. Mundësi që njerëzit prekin për ti. Por çka duhet ne të bëjmë? Aja mendoj që është e para më e rëndësishme. Sa më tepër hapet mundësia e informimit të duhur fetar nga qarqet e legjitimuar dhe kredibile, mundësia për keq informim shkon duke u tkur. Sa më tepër mundësia për informim të duhur mbetet e mbyllur dhe e ngulfatur dhe kufizuar, mundësia për keq informim mbetet gjithmonë në shtim e sipër. Për faktin se keqadashësit realisht janë më agresiv, janë më imponues sa të ndoshta mirëbërësit. Apo, dhe kjo është jo e mirë, por megjithatë kjo është realiteti. Andaj njerëzit më tepër janë të prirur, për shembull me ndëgju shpjegime për shembull ndoshta që janë me përmbajtje për shembull dhunshme, ekstreme, ndoshta edhe më tepër që përket botës që nuk shihet gajbit. Kuriozitete për shembull, kuriozitete interesant njerëz për shembull nuk kanë shumë prirje me dëgju ligjërim që i ngarkon obligime. Ja, don diçka që mëson për fe, ama që s'm prek mu, s'ma prek jetën tëme, s'ma ndryshon rrjedhën e jetës tëme, nuk ma ndryshon konformitetin dalon asgjë, po normal. E tani këtu ka hapësirë gjithmonë për keq informim, edhe në kuptim të frymës ekstremiste, po edhe në kuptim të aspektit liberal që shkon deri në shturje totale të fesë. A më pas kujdes hoxhallarët në diskursin publik që mos ta kapin çat ekstremin e ta quajmë atë ligjërimit liberal ku çdo gjë ju lejohet dhe me asgjë nuk ngarkohet publiku, apo edhe mos më shkon ata ekstremin tjetër i cili ju tregon fenë si diçka e rëndë, komplikuar që ja vështirëson jetën. Si me gjetat na bisedum që duhet me folë për Zotin. Po. Dhe për pejgamberin. Folë njerëz kush është Allah i manduar. Dhe pastaj tregoj që ky Allah që është i drejtë, i mirë, i butë, furnizues, mëshirues, i urtë, ka obliguar me këtë të kanë lukat. Dhe me mbasoj parathonje, mendja e njeriu, shpirti i tij është më i gatshëm për të pranuar pastaj edhe detyrat që dalin nga ky ligjërim dhe nga kjo njohje. Përgatitë vendin që ai ta pranojë. Po. Kjo është e para. Do ne duhet këtë ligjërim realisht ta përçojmë në dy faza. Faza e parë, tjetë një ligjërim i cili krye këput ndërtohet mbi bazën e
njohjes së Allahut, pejgamberit dhe pastrimit të brendshmës. Pastaj ky ligjërim shoqërohet gjithashtu me kërkesa. Do edhe kur do me përçu kërkesë caktuar, pavarësisht në aspektin e veprimit apo frenimit, duhet që këtë shoqërohet prapë me njohjen e Allahut, edhe ahiretin, edhe ato sikurse e shohim një përzierje të ligjërimit në ajetet kuranore. Thash, nuk i ajet kuran ku Allah thotë bëje këtë dhe kaq. Jo, ka një hyrje, ka pastaj këthirje dhe ka pastaj dalje që ose është inkurajim në raport me shpërlimin, ose mund të jetë një kërcënim që të bën të kujdesshëm dhe të vëmendshëm, ose ka të bëjë me njohin Allah xhallahu që ti je i sigurt se ai që po e kërkon është ai që din kush je ti, ai që të ka krijuar kështu me radhë. Prandaj duhet gjithmonë ky ligjim të jetë i shoqëruar me këtu hapën. Ta zhveshim këtë pe kësaj, ne kemi bën një ndarje të dhunshme mes asaj që Allah ka bashkuar. Dhe në çerte këtu që më rëndësi me kuptu, hoqë nderuar, se nëse ne po ankohemi për hapësirë të pamjaftueshme të përcimit të mesazhit islam, do t'jemi të kujdesshëm edhe nga keqpërdrimi i kësaj hapësire që mund të ndikon në të kurrën e hapësirës. Se ka të japin hapësirë, e pastaj kur dikush e keqpër këtë hapësirë, vijnë kufizimet. Apo edhe për ata që se kanë keqpërdor. Prandaj është përgjegjësi e madhe se po t'japet një hapësirë, ti po del para publikut, ti nuk e din çfarë halle ka njerëz, si mund ta kuptojnë ata, si mund ta interpretojnë. Mundohet të jesh sa më i qartë, sa më përmbledhës, do mund të jesh sa më i kapshëm për njerëzit, që s'pako ta arsyetosh përmes përpjekjes tënde dëshirën tënde se ke pas të mirën për ata që po dëgjojnë. A ka me pas njerëz që kanë me keq kuptu, ka me pas normal, për këtë duhet të jetë tash çështja e radhës, domthonë vazhdimësia e ligjërimit. Nuk mundesh me një ders e me dy e me një podcast me sqaruar gjitha këto dilema, këto probleme. Kërkon vazhdimësi. E gjithashtu çështja e radhës kërkon krahas kontinuitetit, që ka kërkohet hapësira, kërkohet kontinuiteti dhe kërkohet domethënë bashkëpunimi, kolorit me hoxhallarëve. Jo gjithë hoxhallarët me një frym. Jo me një frym, po me një nuancë të ligjërimit tonë. Dikush shpjegon këtë pjesë, dikush fokuson më shumë këtë pjesë, dikush në këtë pjesë, që ta plotësojmë ligjërimin, që në fund një mesazh të jetë më i kompletuar tek njerëzit, që kush e kërkon mozaiku të kompletohet. Kush e kërkon këtë lloj e gjon këtë, kush e kërkon këtë lloj e gjon këtë lloj. Ama gjitha këto lloje rresht i shërbejnë një frymë të caktuar dhe një mesazhi që është në përputhje me udhëzimet e shkollës. Kjo është për këtë don koordinim me hoxhallarëve, bashkëpunim, seminare të përbashkëta, ku realisht gjitha këto diskutohen dhe strukturohen tani përmes institucioneve tona që i kemi. Të folurit në publik, ishte një seminar që organizoi te Muftinia e Shkupit, edhe unë po e shoh si një detyrë që njerëzit, hoxhallarët në veçantë, të mësojnë se si duhet të flasim në publik, se kur teknika që i përdorin ato oratorët, është shumë e rëndësishme që nëse dëshon që të depërtosh tek masa me ligjërimin tënd. Dhe mendoj se kjo është shumë e vërtetë. Nuk duhet asnjëherë hoxhallarët me ndi veten të nënçmuar, nëse për shembull thirrën për të marrë pjesë në konferenca ose seminare për të përmirësuar ligjërimin. Nuk prish punë. Për shkak se kjo është një art që ka nevojë gjithmonë për avancim, të gjithë kemi nevojë për një zanat i cili i ka ustallarët e vet. Patjetër, edhe tjetra do të më kuptu, nuk do të thonë se të gjithë duhet të jenë ligjërues të famshëm me kështu me radhë. Dikush mund të mirë me pyetje përgjigje, dikush mund të mirë për shkak me mësim të fëmijëve, dikush me shkrim. Për gjitha këto forma të depërtimit kemi nevojë. Edhe hoç pyetja e fundit është fenomeni islamofobisë. Islamofobia është një fenomen i cili është përhap shumë në botë edhe po shohmi çdo ditë manifestim të islamofobisë. A mendoni se ky fenomen negativ është i pranishëm në trevat shqipfolse, apo ndoshta është rezultati i ndikimit nga trendi global i cili në një farë mënyrë manifestohet tek ne? A është prezent, nuk është nevoja të flasim unë edhe ti, se mund të kemi një çështje subjektive. Apo, por lexoj raportet e qarqeve që mirën me këtë punë, dhe statistika tregojnë për këtë punë. Që ndjekin ka prezencë të islamofobisë në qarqe ndryshme të shoqërisë tonë fatkeqësisht.
edhe në domethënë edhe në qartjet qeverisë, edhe mediale, edhe arsimore, edhe shumë tjera. Falë Zot nuk është dominante, nuk është agresive. Po. Dhe në atë masa që të provokon konfliktin. Mirë po, a ekziston? Më që ekziston. Ekziston dhe kjo është përfaqet në forma të shumë të ndryshme. Tash arsyet e faktorët në temë tjetër. Por me që po diskutojmë a ekziston si fenomen, më që ekziston dhe nuk duhet për këtë shumë lodh për me kuptu. Është fenomen burimor që buron nga vetë situata shoqërore që është e ne, apo është diçka që është më tepër si një manifestimi i asaj që ndodh në hapësirën globale të botës? Mendoj që ka më tepër se një përgjigje. Po. Edhe gjëra që mund të jenë të klasifikuar si islamofob, mendoj se nuk mund ti vendos me një sport, me një kallëp, nuk mundem, janë disa lloje. Edhe pse dominon fatkeqësisht, unë mendimi jam të shumë qasje islamofobe dominon serviliteti. Domthon tendenca për të treguar të tregon servil ndaj disa çështjeve që caktuara, po. Ose për shkak të avancimit intelektual, ose material, ose politik, çfarë do kuf kjo tendencë, por mendoj që fatkeqësia është, domthon se ka shumë servilitet në islamofobin tonë. Ka pak sinqeritet, as mund të ketë sinqeritet, se si të ka fobi ndaj diçkafe që ka prodhu gjithmonë siguri dhe paqe në vendin tonë, nuk mund të jetë e sinqert, mund të ketë paragjykim, mund të ketë mungesë informimit, por nuk mund të ketë asnjëherë sinqeritet dhe nuk mund të ketë asnjëherë argument. Në anën tjetër, mendoj që në shoqërinë tonë mjaftueshëm është dhënë hapësirë nga ana e Bashkisë Islame dhe Xhellarëve për të qartësuar gjërat që ish dash me shku ka zbeja islamofobisë. Por fatkeqësisht këtë hapësirë që e ka mundsuar Bashkia Islame dhe këtë hapësirë që e ka mundsuar Hoxhallarët që diskutojnë për çfarë teme duan ndani, vetëm të largojnë paragjykimet, pala atë nuk e ka shëzuar sa duhet, si duket nuk është në interes tyne të zbet islamofobia për shkak se realisht pastaj cenohet interesi për të cilin interes e kanë iniciuar dhe këtë lloj frime islamofobe karshi besimtarëve në vendin tonë. Po që nderuar, na e bëni halal se ju morëm ndoshta pak kohë. Ju falenderoj shumë mirë për këtë diskutim dhe shpresojmë inshallah që edhe në një rast tjetër të vazhdojmë bisedën. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe, mendoj se edhe besoj se edhe shikuesit do të gjejnë shumë informata të dobishme dhe qasje objektive e cila do t'ju ndihmon ndoshta të zgjidhin shumë prej dilema që i kanë në jetën e tyre. Faleminderit se betejë për mundësinë, për hapësirën që na dha. Nga se ne po flasim për këtë hapësirë, dhe duhet shizuar hapësira veçanërisht kur janë hapësira miqësore dhe vëllazërore, për të përcuar mesazhin e duhur. Normalisht njeriu gjithmonë është i prirur që në retrospektiv apo të shëlqimet dhe gabimet, e që mendoj që këto do të jenë të dukshme në rishikimin e materialit, prandaj për çdo gabim eventual lutem Allahun që të na fal gabimin. Por edhe kërkojmë falje nga shikuesit, ndoshta po ndonjë një trajtim që mund të ketë qenë ndoshta i mangat ose i pakompletuar. Por mendoj që ajo që është thënë është pjesë e diskursit përgjithshëm që ne diskutojmë në fusha të ndryshme, andaj ajo që është e mangët të mund të jetë plotësuar dikun tjetër, por mbigjitha unë të uroj për konstruktivitetin, për qasjen realisht përmbajtësore dhe gjithë përfshirëse të shumë temave që realisht e rëndojnë shoqërinë, dashur Allah i manduar që edhe mysafirët e tjerë që i ke të jenë realisht në frymën e bashkëpunimit me ty për përcimin e mesazhit të duhur tek masa e gjerë, s'po them që besimtarëve, por e të gjithë atyre që janë të interesuar për ta dëgjuar një version që mungon në diskursin e përgjithshëm medial të vendit tonë. Mirë, Allahu shpërblet. Unë shpesh përsëris se qëllimi nuk është as të ofendohet dikush, por qëllimi është që bashkërisht të arrim tek e vërteta, e cila na bën dobi neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Patjetër. Edhe ne si musliman nuk kemi ikur, nuk duhet ikur asnjëherë nga diskutimet, nga debatet, por ato që realisht ndërtojnë mbi frymën e
rregullave të mirëfillta të diskutimit shkencor dhe të argumentuar. Nuk duhet që të ndërtojmë debate të imponimit, të shfryrjes, të britmave, nga se këto realisht nuk na duhen, as nuk bëjmë diskutime publike për qëllime komerciale apo për rritjen e shikueshmërisë, por me qëllim që hapësirën e mundësuar të shfrytëzojmë për përcimin e mesazheve të duhura, dhe është Allah që në këtë jemi të sinqert, edhe në rrugën e duhur të asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sa. Faleminderit shumë edhe një herë, Zoti shpërblet. Nderuar shikues, ky ishte podcasti. Ju përshëndes. Selam aleikum wa rahmatullah.